si që është bërë zakon, spari komunikimin me median, pastaj ne do vjojmë me rendin e ditës së mbledhjes së radhës së Senatit. Dëshiroj të ndaj me mediat sot 3 çështje kryesore. Spari, rekrutimet e studentëve të rinj. Për ne është një çështje jashtëzakonisht e rëndësishme, është një preokupacion që duhet ta kemi të gjithë dhe unë dëshiroj që nëpërmjet jush të bëjmë dije se maturantët tashmë kanë përfunduar provimet e maturës shtetërore dhe në 2 muajt në vijim, në korrik dhe në gusht, siç e dini, ato do të plotësojnë portalin You Albania duke dhënë preferencat dhe do zgjedhin IALT, institucionet e arsimit të lartë, publike ose private për të vijuar studimet universitare dhe programet e studimit. Kështu që nga kjo platformë dëshiroj të bëj thirrje të gjithë maturantëve që të zgjedhin Universitetin e Shkodrës Luiq Gorakuqi si ta kenë si zgjedhje të parë. Pra, le të përsërisim edhe thirrjen Unishk zgjedhje e parë. Në këtë kuptim do të bëj thirrje maturantëve, prindërve, komunitetit në Shkodër dhe përtej Shkodrës, pedagogëve, pavarësisht nëse janë në pozicione drejtuese ose jo administratës, antarëve të Senatit, gjithë angazhohemi këto 2 muaj që të kontaktojmë këta maturantë, kudo që keni të njohur, të afërm, miq, rrjetin tuaj, pra të profesionale kështu me radhë, që të komunikojnë me këta maturantë dhe për programin e ciklit parë, për programet e ciklit parë bachelor, të zgjedhin Universitetin e Shkodrës, pra si një institucion serioz me tradit, i cili po rishikon programet e studimit dhe natyrisht impakti do jetë më vonë, por që ka dhe një qasje tjetër, siç kemi thënë, qasjen e studentit në qendër dhe janë disa masa të tjera të cilat janë të rëndësishme që duhet i kemi parasysh pse ne do t'i bëjmë thirrje këtyre studentëve që të kenë universitetin ton si zgjedhje të parë. Sparin e kemi 6 fakultete, kështu që ka një diversitet programesh studimi në ciklin e parë. Si vjet fillojmë në Fakultetin e Shkencave Shoqërore dhe me një program të ri, pra program të ri sa i takon në trashëgimisë kulturore, program tashmë i cili pritet vetëm dalja e vendimit përfundimtar të ministrës dhe ne do ta kemi aktiv atë për 2025-2026. Ne në fillim të shtatorit do të kemi gati kartën e studentit, tashmë ka përfunduar çdo detaj me bashkinë. Është kërkuar një listë plotë të studentëve tanë nga qendra shërbimi varësimore dhe kjo ka shpjeguar një vonesë sa i takon prodhimit të kartës. Ne kemi pajisur bashkinë me listën e studentëve me numrat e matrikulimit dhe në fillim të shtatorit, sipas bisedës që kam bërë me kryetarin e bashkisë, ne do ta kemi gati dhe studentët të rinj që do vinë në tetor do të jenë të pajisur me kartën e studentit, se është një avantazh i madh pasi përfitojnë shumë prej shërbimeve publike nga bashkia apo me gjerë. Tjetër, do ketë konvikti studentor, do ketë një mend studentore, si që kemi thënë, po ashtu, si që dim, pikërisht për të qenë sa më afër studentëve, ne ja kemi dalë dhe me miratimin e Senatit dhe të Bordit, ne kemi një drejtori tani të dedikuar për studentët. Drejtoria marrëdhënie me publikun dhe studentët dhe kemi një ekip të posaçëm që do jenë në dispozicion të studentëve të universitetit tonë. Nëse antarët e Senatit në një periudhë pushimi ose pas mbledhjes do ulen poshtë, do ta shikojnë që tani salla që është në krahun e djathtë të shkallëve, duke ulë në katën e parë të rektoratit, nga magazin dje, sot është një hapësirë jashtëzakonisht e organizuar mirë, e strukturuar, është një hapësirë që është në dispozicion të studentëve. Aty do jenë edhe alumni, aty do jenë çështjet që diskutojnë për karrierën dhe aty do të ofrohen edhe shërbimet studentore. Pra tashmë një sallë e tillë, e cila siç e përmenda ishte magazin dje, sot është në dispozicion të studentëve. Kështu që ato ture që ne kemi realizuar në gjimnaze, nga Ulqini deri në Tropoj, besoj do kenë një lloj impakti, megjithatë kjo metet për të parë, prandaj e myll këtë çështje të parë duke bërë thirrje edhe herë maturantëve dhe prindërve të tyre nga Ulqini në Tropoj, nga Tuzi në Laç apo në Kurbin apo në Klos, në Dibër, në Burrel, në Kukës, në Has, në Lezhë, në Malcinë e Madhe, në Koplik, që t'i bashkohen në Universitetit Luiq Gorakuqi dhe të vijojnë të bëhen pjesë e këtij institucioni
edhe që të kenë parasysh edhe nga pikpamja praktike të jetosh në Shkodër, të studiosh në Shkodër është një avantazh shumë i madh në raport me kryeqytetin apo qendrat e tjera që gjithsesi kosto e jetesës është shumë më e lartë. Prandaj dëshiroj të bëj këtë thirrje të sinqertë dhe edhe një herë ju lutem ju dhe gjithë bashkëpunëtorëve dhe pedagogëve kudo që janë dhe prindërve pra që të shfrytëzojnë rrjetin që kanë të njohurve dhe të bëjnë këtë thirrje sepse janë 2 muaj decisiv dhe ne shpresojmë që kemi një numër të konsiderueshëm studentësh në vitin e ri akademik 2025-2026. Çështja e dytë, siç ju e dini, institucioni është audituar nga pikpamja financiare dhe përputhshmërisë nga kontrolli i lartë i shtetit. Tashmë ne disponojmë raportin përfundimtar të kontrollit të lartë të shtetit. Kemi nisur të bëjmë një analizë të këtij raporti, kemi realizuar takime me drejtoritë që janë nën varësinë e rektorit dhe nën varësinë e administratorit. Kemi dorëzuar brenda afatit 20 ditor atë që quhet plan veprim, sa i takon gjetjeve dhe rekomandimeve që vijnë nga raporti përfundimtar dhe në një periudhë midis 1 dhe deri në 6 muaj, administratori, bordi dhe rektori mbështetur në detajet e këtij raporti dhe në ato masa disiplinore të cilat janë propozuar nga KLSH-ja, ne natyrisht do t'i zbatojmë ato, kështu që do t'i lexojmë me shumë kujdes çfarë aty është propozuar. Auditi ka qenë shumë i detajuar, gjetjet janë konkrete dhe rekomandimet janë konkrete. Thënë këtë, dëshiroj të ndaj me ju një fakt që pa diskutim 2 pika vrehen tek raporti përfundimtar i KLSH-s, ka devijime nga kuadri ligjor dhe natyrisht ka dhe kuadri ligjor dhe rregullator i këtij institucioni dhe ka probleme me përputhshmërinë, sepse auditi nuk është thjesht financiar, por ka të bëjë edhe me përputhshmërinë. Kështu që për dijenin tuaj, edhe pse për hir të transparencës, nga që vetë raporti kërkon transparencë, ne kemi shpërndar raportin përfundimtar tek të gjithë punojësit të administratës dhe të gjithë personeli i brendshëm akademik i universitetit tonë. Kështu që ka një njohje, kush ka dashur dhe dëshiron që ta lexojë me detaje raportin, është i pajisur me një raport të tillë. Dhe mbështetur në rekomandimet, aty ka masa organizative, aty ka masa të cilat kanë bëjnë me shpërblim dëmi, dhe së treti ka masa që kanë bëjnë me eliminimin e efekteve negative të konstatuara nga raporti. Dhe në total, mbështetur në 3 masat më sipër, dëmet apo humbjet që ne kemi, edhe pse nuk janë gjitha të institucionit, sepse ka firma të cilët kanë realizuar punime, por që nuk i kanë përmbushur në kohë, dhe natyrisht KLSH-ja merret me këto firma dhe kompani, dhe dëmet janë edhe të tyre, pra nuk janë të universitetit ton, por sa sipër dhe mbështetur në këto masa organizative, pra dhe masa shpërblim dëmi dhe efektet negative, totali është 34.779.965 lekë të reja. Është një dëm, është i dëmi konsiderueshëm dhe ne natyrisht mbështetur në atë plan veprim, secili prej drejtimeve veta, edhe administratori, edhe rektori, natyrisht edhe bordi i administrimit, secili do marrë përgjegjësi pra për këto dëme dhe brenda muajit shtator masat disiplinore do jenë konkrete dhe çdo lek pra i shkuar dëm dhe i keq shfrytzuar nga zyrat përkatëse, nga drejtoritë, nga individët të cilët në raport i jepen me emër konkret, pa diskutim që do të mbahet përgjegjësi dhe ky lek do t'i kthehet, sepse kjo shumë do t'i kthehet institucionit Universitetit Luiç Gorakuqi, pasi janë taksat e qytetarëve shqiptar, pra taksa paguesve shqiptar, por veçanërisht atyre shkodran apo të zonave ku ne na vinë kryesisht studentët. Kështu që edhe në muajt në vijim, ne do jemi shumë të hapur dhe shumë transparent sa i takon masave konkrete. Ne kemi nisur, pa diskutim që secili individ, duke nisur nga rektori apo administratori më poshtë, do të dëgjohet, sepse është gjë normale pra që secili të ketë të drejtë jap argumentet e veta në raport me gjetjet dhe me rekomandimet e KLSH-s, pra do jetë një proces i drejtë, do jetë një proces normal, në mënyrë që secili të ketë mundësi pra që të dëgjohet dhe të jap argumente. Së treti dhe së fundi, si që jeni në dijeni, javën e kaluar, ne
realizuam në përputhje me rregulloren e organizimit të zgjedhjeve për autoritetet drejtuese dhe Senatin Akademik të Universitetit të Shkodrës, ne realizuam zgjedhjet e pjetshme, të cilat janë një detyrim ligjor. Përsëri për hir të transparencës, bazuar në këtë rregullore, të cilën unë e kam gjetur dhe ende është një dokument i cili nuk është rishikuar, do jetë natyrisht në projektin ton, pra në agjendën ton të ardhshme, që ne të rishikojmë dhe këtë rregullore, sepse ka shumë gjëra që janë evazive, që krijojnë keq kuptime, por mbështetur në këtë rregullore, në nenin 4 të kësaj rregullore dhe në pikën 12 dhe 13 të rregullores, aty është shumë e qartë që zgjedhjet e pjetshme për drejtuesin e njësive kryesore të njësive bazë, pra do të mbahen, pra jo më përpara se 6 muaj nga data zgjedhjeve të shpadura, por jo më vonë se sa një vit. Ne me 21 qershor 2024 kanë qenë zgjedhjet normale për organet drejtuese dhe për Senatin, siç e dini, dhe pikërisht me 24 qershor të 2025 ne realizuam zgjedhjet e pjetshme. Pra në përputhje të plot me këtë rregullore, me ligjin e arsimit të lartë dhe me statutin. Ndërkohë ju kujtoj që e kam edhe për mediat, edhe për anëtarët e Senatit, edhe për personelin, edhe për komunitetin shkodran. Zgjedhjet e radhës për organet drejtuese dhe për rektor, zgjedhjet përpara 2021-shit janë realizuar, 2024-shit, janë realizuar në vitin 2020. Ka qenë 30 korrekt 2020. Dhe këtu kam vendimet dhe zgjedhjet e pjetshme që kanë patur detyrimin ligjor të realizohen në 2021-shin, janë realizuar në dhjetor të 2022-shin. Këtu kam 2 vendimet e ish drejtuesve të asaj kohe, madje janë 2 vendime në 2 ditë, një me 21 nëntor 2022, një tjetër me 22 nëntor 2022, dhe po ta shikojmë, ka pas një vonesë të pajustifikuar. Kështu që një sekond jam të lutem, unë jam duke komunikuar me mediat, mbrapa pastaj do të diskutojmë. Edhe një herë. Pra, siç e shikoni, zgjedhjet e pjetshme janë realizuar përmes zbatuar ligjit. Nga kriteret e platformës tonë zgjedhore, që kanë të zbatuar ligjit. Dhe e ka shtyr 6 muaj ligjit. Nuk e kam shtyr 6 muaj. E ka shtyr 6 muaj. Edhe sa që zoti aty. Ato janë fakte të rëndësishme shikoj hipokrite. Hipokrite për shumusin. Unë më shumë jam realistë, ti do të shumusin çfarë do të çajë mediave se çfarë kanë dhënë rektorët e tjerë po janë zhvilluar 2 vite me vonesë. Siç e shikoni, në kundërshtim të plot me rregulloren ekzistuese. Ndërsa zgjedhjet e pjetshme, tani nëse ju keni sy sepse për herë parë kemi instalu institucionin e zgjedhjeve në fakultetin e drejtësisë, një fakultet i cili fakultet që ka notuar në palishmëri. Ke pas zgjedhjet edhe herë tjera politike. Ti nuk e ke historikën e fakultetit të drejtësisë. Edhe të Universitetit të Shkodrës. Ishte një farë, po për çfarë media? Lexoj etikun ke pas kohën me zbatu, ke pas detyrimin me zbatu më në 6 muajve. Aty ka pasur se ke bë. Nuk kena një vit që nuk punojmë këtu. Kështu që media këtu vinë në paligjshme, sepse duhet me vendim Senatit të marrë. Një e dyta, Tonini ka sallën atje, Tonini ka sallën atje, zyrën atje. Kjo salla e Senatit, ti përfaqëson Senatin. Mas mbledhjes Senatit mundesh me dalë me thonë çau galosh. Jo me dektu këtu se çaj me bë politik këtu, ne na këtu fjalë vendimore. Për çfarë se kena një renditje, se kena një renditje me
me miratu ato formatin e diplomave të reja. Ju lutem patjetër. I ke çfarë hyn tash këto? Çfarë hyn do të marrë me rektorat e bashkëpunëtorëve? Ju lutem. Do më bëj historiku që se din. Historiku që se din. Po se din, ja, okay. Mediat komunikojnë me zotin Kokaj sepse është shkelës se janë ligjit dhe rregulluar ju keni qenë italisht. Po shka keni pardon? Unë jam shumë nderuar, që realizova sot të pjesë të fakultetit të drejtësisë. Nuk i realizova, pa realizuar, i realizova sjellje të pjesë aty. Po je korrekt, i dorëj. Zëri janë bërë edhe vitin 2020. E ke gabim 6 martë, më fal. Vitin 2016 martë ke pasur zëri. Ju kujtoj që pranë fakultetit të drejtësisë, ju lutem, pranë fakultetit të drejtësisë, unë tash për shumë vite, pranë fakultetit të drejtësisë, ju kujtoj edhe diçka tjetër, që këtë rrallë mund të ishin zhvilluar zgjedhje edhe në departamentin e drejtës publike. Dhe nuk aty ka me gradë, me titull, tani pse nuk janë bërë zgjedhje aty, ju e dini shumë mirë, dakor? Ju mund të kishit kandidu, por ju e keni shumë vështirë kandidimin. Dhe arsyeën pse e keni vështirë do t'ju them më vonë pasi t'ikin mediat. Dakor. Pra, për ta mbyll, ju lutem, ftoj mediat t'i referohen rregullores. Ju lutem, ftoj mediat ftoj mediat t'i referohen rregullores, ja ku është rregullorja e zgjedhjeve që unë e kam gjetë. Brenda afatit ligjor kam shpall zgjedhjet e pjetshme dhe unë jam shumë i kënaqur që këto zgjedhje u realizuan dhe uroj madje gjithë fituesit pra për këtë garë dhe ajo që duhet kishte ndodhur 2021 nuk ndodhi kurrë, as me fakultetin e drejtësisë, as me njësitë të tjera, sepse ai fakultet ka notuar në palishmëri dhe tashmë u kthy në lishmëri. Kështu që ju falenderoj shumë edhe herë sepse ne do vijojmë me rendin e ditës.